Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinja, ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë një lajm që në fakt në mediat online, në portale po shkruhet si provokim nga ana e Jozit kundër drejt Gjestit. Ditën e djeshme e keni parë që Jozi ka nxjerrur në storyn e tij në Instagram një video ku është duke luajtur shah dhe me një këngë e cila të çon një mesazh nga ana e Jozit kundër drejt kujt? Kundër drejt Gjestit ose kundër drejt fansave të Gjestit në këtë rast. Në botën e showbizit shqiptar, mesazhet e koduara shpeshherë flasin më shumë se fjalët e drejt për drejta. Dhe këtë herë gjithë vëmendja është përqendruar te një postim i fundit i Jozit, banorit më të komentuar të Big Brother VIP Albania 4, i cili ka zgjedhur të provokojë me një mënyrë që ka ndezur rrjetet sociale. Në një video të postuar në Instagramin e tij zyrtar, Jozi shfaqet duke luajtur shah, një simbol i mendimit strategjik dhe të sfidës. Teksa në sfond dëgjohet kënga e njohur e Unikatilit, Kush është më i forti, një këngë që ka në tekst mesazhe të qarta për dominimin, sfidë dhe epërsi, dhe pikërisht ky kombinim ka nxitur një valë reagimesh. Publiku është i ndarë në mes. Është ky një provokim i drejt për drejt ndaj Gjestit, i cili tashmë po kor sukses me daljen e tij të parë në SKP Club, apo është thjesht një veprim i natyrshëm nga karakteri i Jozit, i njohur për spontanitetin dhe ironinë e tij. Por ndjekësit nuk kanë haruar një moment që tronditi daljen finale të Gjestit nga Big Brother. Sapo ky i fundit kaloi portën, në fakt Jozi, përballë publikut të madh dhe emocioneve të natës së gjysmëfinales, Jozi u afrua dhe e goditi me një shpull, që nga disa u konsiderua si gjë okej, ndërsa nga ana tjetër një akt provokues dhe i papërshtatshëm për një mbrëmje gëzimi. Postimi me shah është një mënyrë për të treguar epërsi, për të thënë unë jam lojtari më i fortë në këtë lojë, pa pasur nevojë për fjalë, por kur këtë e bën dikush që ka pasur konflikt fizik apo verbal me një tjetër ishbanor, siç është Gjesti, atëherë natyrshëm që publiku do ta lexojë si një provokim të koduar, thot një analist i showbizit nëpër mediat sociale. Ndërkohë vetë Jozi nuk ka reaguar për këtë interpretim të postimit të tij. Ai vazhdon të publikojë në stilin e tij, duke ruajtur atë që ai e quan karakter të drejt për drejt, pa filtra, pa frikë nga opinioni publik. Disa fansa të tij e quajnë këtë thjesht si një lojë online, një strategji për të mbajtur vëmendjen e publikut të ndezur, pa patur ndonjë qëllim të thellë pas saj. Por ajo që e forcon bindjen e publikut për një tërheqje vëmendje ndaj Gjestit, është pikërisht koha kur Jozi zgjodhi ta publikonte këtë video, pikërisht në prag të debutimit skenik të Gjestit në Tiranë, një event që pritet të jetë spektakolar, që ka bashkuar një pjesë të madhe të ishbanorëve dhe fansave të reality show-t. Mesazhet e heshtura si ai i shahut shpesh flasin më fort se statuset e gjata. A është ky një sinjal për rivalitet të hapur apo një mënyrë për të ruajtur imazhin e djalit të fortë përballë dikujt që po shndrohet në një ndër figurat më të dashura të publikut? Një gjë është e sigurt. Rrjetet sociale janë ndezur dhe publiku mezi pret të shohë nëse kjo do të marrë për masat e një përplasje të republike, apo do të mbetet thjesht si një lëvizje loje nga një lojtar i vjetër i Big Brotherit. Në këtë lojë shau të imazheve dhe këngëve, mbetet të shihet kush do të thotë mat i pari, Jozi apo Gjesti.